Banorët e fshatit Blat në njësinë administrative Maqellar në Bashkinë Dibër kanë ngritur një shqetësim që ata e konsiderojnë shumë jetik. Rruga që të dërgohen për tek dogana e Blatës, që e lidh me Maqedoninë e Veriut, po shërben si burim aksidentesh. Banorët thonë se shumë automjete qarkullojnë me shpejtësi të lartë, duke u rrezikuar jetën çdo ditë. Sipas banorëve, në këtë rrugë nuk bëhet kontroll nga policia rrugore, ndërsa drejtues mjetesh te kalojnë shpejtësinë. Duke qenë se në të dy anët e rrugës ka banesa, banorët i freksojnë një ngjarje të ngjashme si ajo e së dielës në Durrës. Ata kërkojnë marrjen e masave të menjëhershme sa ende nuk ka ndodhur ndonjë tragjedi. Një tjetër shqetësim nga banorët është edhe mungesa e sinjalistikës për të hyrë tek banesat e tyre, apo radhët që krijohen në doganën e Blatës që bllokojnë totalisht qarkullimin. Kemi problem se vinë me 120-130, policia nuk reagon hiç, fare nuk reagon. Do të reagon Allah, s'ke ku t'hin shpajtane, shpajtime se n'hish, pi maqinash. Pranë do të merren masa, të vënë sinjalistik ose të vënë polici këtu, do të thonë rrugën e doganës, pak të ketë polici në rrugën e doganës. Ka frikë të shesë fëmijët e vret fëmijët e tjetër, kap dallar, kap teze, falu, pse të fali. T'ja bën rrasë fëmijët e tjetër, 8 vjeç që në dhe aksidentin dus. Nuk është të mëjnë. Kemi pas raste në Bllaçi këtu direkt që e ka vrarë fëmijën. Po çka rrugë ka vrarë fëmijën? E ka vrarë fëmijën 10 vjeç. Po vin me shpejtësi 130, 140, 150. Ku shkosh valla? Ku të shku? Kemi problem se sonim shpejton. Shpejtësia ai sa del pi dugane ja fut pesti me njerë, shkon muzika në fund, as njëris, si një beras masa, as përgjë. Tu s'ka as hyrje as dalje, unë kom investu gjithë këta ashtu, jam i mbyllun, për momentin jam i mbyllun. Unë kom këtë lloj problemi se s'ka rrugë me hinë shpitime. Bëhet radha një afër majtash me makina, orën e me shpejtësi hecin, e në s'kom këtë hinë unë shpitime, që nuk ka as ndarje, as një gjon, sepse unë shpinë këto e kam, më ka lotë këtë lloj toke edhe kam shpinë. Këtë vi unë që e zëmë du të kemë ndërprerje rrugë pa të hi unë që të futëm shpitime. Këto e ka fajnë urbanistika. Sepse vjen bën rrugën këto, nuk vlon as vizime për të hi edhe shpi. Edhe shpi. Ku hinsh, e kam edhe biznes. Kam edhe biznesin tim, që në biznesin tim del unë, del polis trafiku, del në rrugë. Edhe kjo nuk shko fare. Ju lutëm shumë, reagoni sa më shpejt. Sa më s'nothën e gjë tjetër, sepse kam ngel të u gatru me njerëz se nuk të lanë që të futëm edhe rrugë time, në shtëpi time. Shqetësuese kjo situatë është jo vetëm për banorët që jetojnë anash rrugës, por edhe bizneset që ndodhen në zonë.